Djali im 14 vjeç pi duhan fshehtas. Jam shumë e mërzitur se i dëmton shëndetin. Të lutem më ndihmo, faleminderit. Nxeja qafës. Larg dhunës. Ajo që të këshilloj është që të ulesh me të. Të mundohesh këshill me butësi. Jo direkt me akuza. Jo direkt pra që mos pi duhan, e kam marrë vesh se pi duhan. Mundohu që t'ja sjellësh çështjen, t'i flasësh kundër duhanit, por jo vetëm me akuza. Sepse kjo do ta shtyjë që ai të veçohet, të fshehë edhe më shumë dhe të vazhdoj ta pi pra edhe më shpesh. Mundohu me këshilla, po ashtu ti tregosh që Zoti i gjithësisë ka ndaluar gjërat e këqija. Allahu i lartësuar në thot në Kur'an, "Wala taqtulu anfusakum", mos i vritni vetet. Mundohu që ta shikosh se me kë shoqërohet. Pra të mundohesh vetë shoqërohesh me të. Po ashtu shokët mundohu që ta sugjerosh të shoqërohet me shok të mirë. Jo me shok të këqij, të cilët e nxisin për punë të këqija. Dhe patjetër krahas kësaj lutje, që Allahu i lartësuar t'i ruaj, t'i udhëzoj, t'i drejtoj. Allahu ta lehtësoft. Sprovësh po.